Kemi midis nesh sot zonjën Vitore Stefa Leka, e cila është nderuar me titull nderi nga shoqata të ndryshme brenda vendit dhe jashtë vendit, e nderuar me medaljen e mirënjohjes nga presidenti i Republikës Mojsiu. Janë pafund certifikatat e mirënjohjes që i takojnë kësaj nën loke e quajtur nga vëllezërit tanë kosovar. Por formimi i saj intelektual vjen nga prindrit e saj intelektual. Së pari nga nëna e saj, e cila para pak ditësh festoi 100 vjetorin dhe vlen të theksohet që është mësuesja e parë grua shqiptare. Kemi fatin që e kemi midis nesh. Mirë se ardhët në kampusin Universitar Vitrina. Mirë se ju gjeta, përshëndetje gjithë shikuesve që po na shikojnë, një zgjat duar që këtu dhe ju përqafoj të gjithë me mallin e emigrantit. Juve që jeni na dhe në treva shqiptare dhe vëllezërit e mi që janë jashtë adeut me trup, po mendjen dhe gjithçka e kanë këtu në këtë tokë ku i ra koka. Dhe shpresojmë që dhe rrugën e fundit ta bëjmë në këtë vend. E fillova së pari me nënën, pasi nderimi i takon asaj të parës. Është nëna jote, pa është dhe Vitoria, jemi ne në saj të prindërve tanë. Mund më sillni pak në kujtesë prindrit tuaj, të cilët kanë ndikuar në formimin e botkuptimit tuaj? The prindrit tuaj, unë s'pata fatin të rritem me baba. Baba ishte profesor në shkollën e Fulcit, mbaroi në Firenze, Instituti Magjistero Superiore, dhe është pushkatuar, po unë s'duhet të flas për këtë temë. Jeta ka qenë e vështirë. Unë jam progresiste në mendime, babai sot është vlerësuar si martiri i demokracisë, një rrugë në Berat mban emrin e tij, dhe sa i përket mamas, mamaja mësuese e popullit, siç thatë juve, është nga mësueset e para që ka bërë normalen e Korçës, që shkonin me mushka për dërguar dijen. Nga duart e saj ka dalë disa breza të ndryshëm, inxhinier, doktor, pushtetar e të tjerë që i ka edukuar kjo zonjë. Kjo zonjë e nderuar që unë kam fatin që jam bija e saj, që 100 vjetorin e festoj para disa ditësh, e rrethuar nga fëmijët, nga gjithë shqiptarët që janë Trieste, dhe duhet falenderoj edhe për qeverinë aty, që ja festuan në një sallë të madhe, me një tortë të madhe, duke i vendin e nderit. Po përmbi të gjitha duhet falenderoj publikisht zëvendësministre Nora Malaj, që në një emision të veçantë e uroi që këtej pra shteti. Për biografinë që the, vazhdojmë se unë jam stërmbese Gjergj Stefës, miku i ngushti Abdyl Frashëri, dhe në qoftë se do shkoni në kongresin e manastirit, mbas djegjes që ju bë, është vetëm një fotografi që ka mbetur ku janë aty të gjithë, është edhe stërgjyshi. Njëkohësisht jam Kristoforidhi, është daja i babait. Dhe emrin Konstantin e ka pikërisht nga ai, ashtu si një nga hallat e mia, Maria. Maria Kristoforidhi ka qenë motra e Kristoforidhit, edhe daja i babait tim. Kështu që ai geni tjetër i poezisë vjen nga origjina. Atëre, si u gjendët në Itali? Se juve prej vitesh jetoni atje tashmë dhe jeni quajtur Nën Tereza e Triestes apo Nën Lokja, pse ju kanë quajtur kosovarët? Të them që më mori dhe mua rryma, që s'ka gjë më të tmerrshme, të ikim, apo të kalosh detin me fuqi, që si në kohën e Magellanit janë bërë këto, nuk duhet ta kujtojmë dhe atë kohë. Besoj se shumë nga ata dhe janë kthyer se kanë pësuar zhgënjimet e tyre, por që një periudhë që prapë flasim, ikën nga diktatura, ikën nga papasja, nga këto në ato. Ndodhi ajo. Kurse unë ika se kisha djalin smur, se s'kisha ndërmend të lija këtë tokë. Sa i përket asaj që duhet ta filloj nga fillimi, më the Nën Terezë. Nën Tereza është nënë e dashurisë botës. Është e veçantë, është krenaria e kombiton, është një nga simbolet. Atë kemi dhe Skënderbeun si simbole që na kështu që unë nuk e meritoj atë emër. Unë jam Vitoria thjesht dhe jam si ti.
si dhe këto zonja, si dhe shumë shqiptar që janë andej, që hapim portën e zemrës, se ndjekim rrugën e krenarisë kombit Nën Terezës. Po është nëna e dashurisë. Sa i përket edhe ju keni ndihmuar breza të tërë shqiptarësh nga diaspora, nga Shqipëria, nga të gjitha vendet. Keni hapur portat e shpirtit, të zemrës edhe të shtëpisë tuaj. Nëse ju do ishit, apo çdo shqiptar të ishte, jam e bindur për këtë, në pozicionin strategjik, do me thënë në Trieste, ku trageti vinte 3 në javë dhe shikonje vargun e shqiptarve, apo të ndryshëm që vinin aty të trageti, të zhveshur, qysh, tek, pa ngrën, papir, nuk them që shteti s'po kujdesesh, shteti italian, po është një fillim, një përplasje e re me të panjohurën, si ne u përplasëm me të panjohurën. Unë i kam hapur atë portën e zemrës, kam pasur shumë studenta dhe studente në shtëpi, deri në tetor sa hapeshin konviktet, që rregulloheshin, që fitonjen. Por filloi Bologna. Bologna u bëj një si shembull aty tek ne. Universiteti i Bolonjës, ku kishte shumë shqiptar dhe dëgjoja emrin e një vajze shqiptare që ishte krenari dhe për mua më jepte buzëqeshjen, se unë isha në këshillin e komunës ku jam dhe sot për emigracionin. Ishte një Dorina Dervishaj, një vajze përsosur, që i ngriti të tërë nxënësit ku ishin aty studentat, bën një shoqatën e tyre, një punë kaq të madhe, në qoftë se ne e bënjëm në forma tona me ambasadën, me konsulantën në Milano, ajo e bëri vetë. Një vajzë që unë se takova asnjëherë, po kisha kënaqësinë e madhe për ato që dëgjoja për atë. I ngriti 5 studentat, e ruajti identitetin, imazhin e shqiptarit, bën një shoqat, filluan të bënjen nga tradita jonë, gjella, se si ishte kjo që bënjen atje, do me thënë prezantojnë një kuzhinë, prezantojnë një mentalitetin shqiptar, morën nga kulturë e tyre, po dhanë dhe nga tona, dhe bërë një punaj të madhe sa shumë studenta filluan, mbaruan shkollën të ktheheshin. Gjë që e bëjmë dhe ne në forma tona, po kjo vajzë u bë shembull. Pastaj se dëgjova me këtë vajzë, dëgjova një Dava Gjokaj, të njëjtë të gjebete, po jo si Dorina. Unë të lash të vazhdonje, sepse ne kemi fatin që Dorinën e kemi këtu midis nesh. Ti e ke fare pranë Dorinën. Ja ku është Dorina. Qa kënaqësi e jashtëzakonshme që të shoh kështu live, çai thoni ju be këtu. Live. Ua moj Dorina, po si u gjende, si e këtu ti, apo ktheve? Natyrisht do kthesh e ti e para. Jo, moj Dorina. Po si su bëre gjallë njera, po na harrove ti ne. Tani po ja kontributet e mia këtu. Bravo. Unë të falenderoj nga shpirti, është një kënaqësi, edhe fëmijët tanë që kanë lindur, ja djali im do vi. Ka qef juridikën, për shembull part-time, se janë dhe punë të ndej. Unë jam pedagoge të Fakultetit Drejtësisë, që kështu e mirëpresim. Ke gjeja me madhe kjo. Nëse do flasim për gjërat personale, se jemi këtu tash, se unë s'të ndahem. Se po të shikoj kështu dhe është kulmi. Na falni të dashur shikus kur i thonë dhe ju të gjithë që po na ndikni, po është një emocion i jashtëzakonshëm, shikosh në një koincidencë një njeri që ke pasur idhull dhe ishte shembull i gjithë studentave në një nga fakultetet që keni dëgjuar të gjithë në Bologna, ku dolën të gjitha ato tjerat mbrapa dhe është një merit e kësaj vajze. Sepse ajon që e kemi këtu. Por të vazhdojmë me Vitoren pak. Ju jeni nderuar nga 36 shoqata me titull nderi. Mund t'i përmendim pak këto, pastaj të kalojmë te letërsia pak, edhe minutazhi jonë është i shkurtër. Tashi, ato tituj janë dhe nga shoqata të ndryshme nga diaspora. Unë kam qenë pothuajse në të gjithë Evropën, e ftuar, kam qenë në lidhjen shqiptare në botë, në themelimin e saj që u bë në Myni në 95-ën. U pa e domosdoshme nga vëllezërit Kuzhnini, atje kam njohur dhe figura, kam njohur Nekibe Kelmendin, një zonjë të nderuar, bashkëshortin e saj Bajram Kelmendin, që gjatë kohës luftës e vran në familje 3 ditë ka ndenjur me fëmijët e vrarë para syve, me burrin, kjo zonjë Nekibe Kelmendin, që para pak kohësh ka vdekur, ka qenë edhe me vëllezërit Kuzhnini, me njerëz të ndryshëm, me akademistë, poezit, Nushin, Esat Stabilecin e tjerë, ishte gjë e madhe ky themelimi i kësaja. Më zgjatem këtu. Vazhdimësia pastaj, me që kam qenë për këto shoqata të ndryshme, kam dhënë atë çik kontribut gjithë. Jo 1, 2, po 36, deri te nipi i Fanolit në Brazil. Në Argentinë. Dhe nëse, edhe ajo është gjë e madhe kur më merr në telefon. Ishte një mbledhje, një shoqate në Milano, në një Toni, më thret e thotë të kërkon në Kastile, nipi i Fanolit,
se ka diçka për ty. Kur hyj aty në mes sallës, që ishin gjithë intelektuale italiane, shqiptare të ndryshëm, dhe kur më ka dhënë atë mirënjohjen, të thuash certifikat, që sinqerisht po ja u them sot se përkthej dot se është shkruar portugalisht, po që më ka bërë komentator kështu dhe në shpjegimet që më dha tha, ka emigrant që ti i ke përcjell për andejtat. Janë rregulluar dhe nuk të harrojnë kurrë. Dhe si zakonisht njëri të çon këtë, tjetri atë, si dhe me rastin e luftës Kosovës. Me që dole aty, unë kam disa certifikata, dhe këtë vit për shembull, certifikata më e madhe që më ka ngrohur në shpirt është e ambasadës në Kosovës në Rom, e Republikës Kosovës në Rom, për ato të mjet në lidhje me luftën edhe me tjera, sepse është shtëpia ime u bë qendër dhe emigrantëve që shqiptarëve që ktheheshin për të përgjigjur thirrjes së Adeu në thret, grita, që aty ku jam, vajta në Londër. Më ishin çik të vështira për intelektin tim, ato që ajo i shtronte atje me gjithë zonjën e nderuar Mirela Oktrova, bravo dhe ajo, në atë ligjërat që mbajti, por ishin të kapshme, atë që kërkonte për fuqizimin e gruas globale. Arriti bëri dhe kongresin këtu, që pra të punë erdha. Aty, në panelat e ndryshme, u vu dhe kjo e biznesit. Ka që me bukur, është një mine, që kam bërë mine kica, bravo i qoftë, ka thithur studenta, ku na i ka prezentuar, kanë ardhur 2, si puna e çupës tonë. Njëra nga ato ka mbaruar në Itali, ka hapur agentën e saj, janë në ekonomi. Të dyja tjetra ardhur nga Kanadaja. 2 kaza, po ka dhe plot të tjerë që mua më gufmon zemra. Dhe gjithmonë do të falderoja dhe lidën për këtë iniciativë kaq të madhe dhe uroj që të shkoj përpara kjo globalizimi grave, s'kemi nevojë në principata, s'kemi nevojë të ndajemi e gruas, si thon, organizata e gruas çamërisë, organizata e LSI-s, organizata ça janë të janë në titullin grua. Eko. Grua në ideja e lidës që mua më pëlqeu shumë dhe uroj të jetë kështu. S'ka nevojë kush është i parë. Nevoj ka që t'jemi të bashkuar ne, shembull për brezin e ri, ashtu si ju të ardhurat po ja jepni këti në leksionet tuaja përveç punës. Ky le të jetë edhe mesazhi që jepni për universitetin tonë. Me shpirte ja, universiteti juaj jo se u dodha këtu, po që nga me gjithmonë diçka e veçantë. Ma habitën të gjitha kushtet që i keni krijuar, kjo takon ty studentëve në plan të parë, ma habiti harmonia, ma habiti sjellja, ma habiti mënyra gjetë dera e edukatës e kulturës gjetë roja, si të pyeste, si të priste, edhe ndjeva vete nuk e di si të them, më vjen të iki duke qarë, sepse është realizuar një gjë kaq e madhe me këto universitete dhe me njerëz, me studenta kaq të formuar, se pata rastin takova dhe ca që ishin kaq të kënaqur, kaq të ndjerë brenda tyre në këtë universitet. Vitrina. Faleminderit. Pika e universitetit është dhe pika e gjithë studentëve që kanë studiuar jashtë shtetit dhe të gjithë personat. Është pika jo që më dorin e dashur se e ke bërë këtë punë andej. Universitetit. Është një ran, po e ke bërë këtë punë andej dhe kjo është pikë e parë që po e bën dhe këtu. Ajo është pikërisht thithja e tyre që ju po realizoni kaq bukur nëpërmjet biznesit, si rasti asaj mines që ju thash, nëpërmjet Lida Ragamit, nëpërmjet teje moje dashur, ja. Unë të shikoj të gjallë tu në përmjet zënjushës atje, vlezërve që në rethojnë, që kozetës njeri thash, pa hajde me këtej, di qovë se si e reguluar, jo Vitore, thash, nuk e le do të vendin tip, thash. Këtu vra koka, këtu dori, në bisedat lira këto. Kjo është gjë e madhe, po ka drejt kozeta, me këto kushte, me këtë bukuri që që keni berë, më vjen dhe mua të vi, me gjithë gjithë fëmijët i kam atje. Familjen, po kjo s'do të thotë se jam dar nga. Librat janë të ndryshme, të karakterit ndryshme, kam 3 libra në prozë, njëra është tip biografie, po pa përmendur nga e kaluara, të ndryshme, aspektet ndryshme që të rikujtohet një periudhë, se mos kujtojmë vetëm anët negative. Hajde mërë, kemi gjëra kaq shumë për të folur për të ardhmen, për këtë solidaritet, që pse kthejmë kokën prapa, ai kriminali, ai kështu, ai ashtu, ai kështu, s'kemi nge për këtë. Kemi nge për të ecur, ec trerë më shpejt se koha. Dhe një kore atë që thashun, që e kam thënë në fillim, hajde nga një tull, pa mu bërë kështjel e pamposhtur. U vun lullet rreth e qarkë jashtë Shqipëria jone fort. Ka ca që s'duan vend tulla, flasin. Ikni, largoni, mos vini. Do ta gjeni gati nga ata që duan. Ja kjo është. Shumë të goja, faleminderit.